Është momenti i hapësirës së intervistës së mbrëmjes, si gjithmonë është një hapësirë ku ndalojmë më shumë tek zhvillimet e aktualitetit, çështja e legalizimeve, e cila u trajtua edhe gjatë edicionit informativ, do të jetë në qendër të vëmendjes, do të jetë deputetja e Partisë Demokratike, zonja Jorita Tabaku në studio. Mirëmbrëma, zonja Tabaku. Mirëmbrëma. Në fakt, kthehet deri kthehet në vëmendje çështja e legalizimeve, ka qenë në fakt në fokus vëmendjes edhe të qeverisë Berisha, por me sa duket premtimi për legalizime falas, me sa duket krijoi edhe një herë tjetër një rihapje të gjithë çështjes në fjalë, për të kujtuar se çfarë është bërë, por edhe për të parë se çfarë po bëhet në fakt nga ana e mazhorancës e cila drejtohet nga ana e kryeministrit Edi Rama. Në fakt, sa i vërtetë është premtimi për legalizime falas? Në fakt, ditën e nesërme presupozohej që në parlament kalonte ligjëri e legalizimeve, ato e kanë tërhequr, siç duket duan që të vazhdojnë akoma që të bëjnë ndryshime dhe ka pasur ditët e fundit aktivitete të ndryshme të cilat lidheshin pikërisht me çështjen e legalizimeve. Që t'jemi realist, gjatë fushatës elektorale, çështja e legalizimeve ka qenë një çështje shumë e trumbetuar dhe një çështje shumë e diskutuar për faktin se u tha që legalizimi do të ishte falas, ashtu siç shëndetësia do të ishte falas. Dhe është diçka shumë e prekshme për njerëzit. Sigurisht që procesi i legalizimeve mund të kishte ecur më mirë dhe duhet të ecte më mirë, por ka pasur dhe problematikat e veta të cilat besoj në qoftë se politika ka diçka që duhet të njihet, ajo është morali dhe morali edhe për të kërkuar ndjes, që ndoshta diçka nuk përfundoi ashtu siç kishte nisur. Procesi i legalizimit në të vërtetë deri në vitin 2007 ka qenë përgjegjësi e pushtetit lokal, ka qenë i decentralizuar dhe ka pasur problematika të shumta sepse koordinimi i zyrës hipotekave, të regjistrimit të pronave, me zyrën e aluizmit, me zyrat e tjera qendrore mund të kishte një problematik të caktuar. Matit në terren kërkon një staf më të specializuar i cili nuk ekzistonte në njësitë e pushtetit vendor. Kështu që është e gabuar kur thuhet që në 8 vjet nuk u bë asgjë, sepse në pushtetin qendror e kishte këtë përgjegjësi që nga 2008 e në vijim. Pavarësisht kësaj, ka pasur 270.000 aplikime, prej të cilave rreth 220.000 janë bërë dhe matjet në terren dhe verifikimet në terren. Pra është bërë një punë kolosale që pjesa më e madhe e njerëzve e kanë përjetuar vetë dhe e kanë prekur vetë. Po, më lejoni t'ju pyes për diçka në fakt që sot e vuri në qendër të vëmendjes dhe kryetari i Partisë Demokratike zoti Lulzim Basha, i foli për një rritje prej 13 herë më shumë të çmimet me cilën mund të kryen këto legalizime. Ku bazohet në fakt kjo shifër? Po, unë duhet të ndaloj në dy momente. Momenti i parë, a kemi legalizime falas me këtë projekt ligj, me këtë draft ligj që në ka ardhur neve në kuvend, dhe së dyti, sa është kosto reale që duhet paguar për legalizimet sipas këtij propozimi të ri. Në asnjë nga 26 nenet që kanë ardhur të propozuara nuk flitet për legalizime falas. Përkundrazi, në disa raste, sipas llogarive që kanë bërë ekspertët tanë, ka problematika dhe ka edhe rritje të kostos për një pjesë të madhe kategorish që unë do t'i përmend edhe këtu. Ndërkohë që edhe e vetmja gjë e cila presupozohet që do të bëhet pa pagesë është tarifa e shërbimit prej 20.000 lekësh të reja, e cila për pjesën më të madhe të këtyre personave është paguar. Unë kam këtu shifrat për rreth 107.000 dosje. Kjo është paguar në cilën periudhë? Kjo është paguar më parë, sepse dosjet të cilët procesi i legalizimit është një proces i cili kërkon kohë. Certifikatet e pronësisë që po ndanë sot kryeministri Rama kanë dashur rreth një vit e gjysmë për të përgatitur, sepse bëhen matjet në terren, kalon vendimi i Këshillit të Ministrave për kalimin e pronësisë, bëhet kalimi i pronësisë dhe pastaj bëhet matja e objektit. Pra është një proces teknik që kërkon mbi një vit kohë fizike për të realizuar. Basha ka ndryshuar vetëm firma në fund pasi procesi në fakt është një proces i cili është ndjekur që më herët, për ato që janë shpërndarë gjatë këtyre kohëve. Për ato që e din, procesi kërkon një kohë caktuar fizike, që është rreth një vit për të realizuar, kërkon 2 ose 3 vendime të ndryshme të Këshillit të Ministrave gjatë fazave të ndryshme të procesit. Të gjitha ishin të përfunduara, po sikur të përfundoj një herë pyetjet e këtyre dy. Po, mirë, okay. Ndërkohë që në asnjë prej neneve të ligjit nuk flitet për legalizimin falas. E vetmja gjë që bën ky ligj penalizon edhe grupin e pronarëve, sepse në qoftë se më përpara i gjithë fondi që merrej nga pagesat e legalizimit, pra i gjithë fondi i aluizmit i shkonte për kompensim pronarëve,
Tani çfarë bëjnë këta? 70% ja çojnë pronarëve, ndërkohë që për 30% mbulojnë këto shpenzimet që mund të ketë procesi. Ndërkohë që këto shpenzime duhen mbuluar nga buxheti i shtetit dhe jo të preket dhe fondi i pronarëve. Pra të dy grupet, si këto që legalizojnë, edhe këto që mund t'i preket prona nga procesi i legalizimit, prap dalin të humbur në këtë proces. Ndërkohë që kemi ndryshime të rëndësishme për të gjitha ato që janë mbi 300 metra, për të gjitha ato që vlera e sipërfaqes është më shumë se 3 fishi vlerës së ndërtimit. Për zonat ndryshme? Për zonat të ndryshme kemi vlera të ndryshme. Dhe ndryshimi më i rëndësishëm është ai që 90.000 banesa e kanë të pamundur që të legalizohen, sepse me këtë ligj ato ndryshojnë. Rrezikojnë të shëmben 90.000 banesa? Rrezikojnë të shëmben dhe kanë të vështirë të legalizohen për arsye se me këtë ligj të gjitha banesat e ndërtuara mbas 2009-s nuk do të legalizohen dot, ndërkohë që ligji që ishte në fuqi presupozonte që legalizoheshin të gjitha ndërtesat deri në 20 korrik të 2013-s. Pra kemi kthim pas për një proces i cili kishte nisur. Cili është fati i këtyre banesave, ndërtesave, po themi pas 2009-s? Për shembull, një pronar i këtyre banesave, çfarë zgjidhje duhet gjej? Me ligjin që është në fuqi, normalisht këto me vetë deklarimin që kanë bërë, mund vazhdoni normalisht procesin, ndërkohë që me propozimin e ri që ka ardhur, presupozohet që mbas janarit të 2009-s nuk do të ketë më asnjë legalizim. Pra për gjitha ato që kanë vetë deklaruar deri në janar të 2009-s. Aktualisht ky është dhe një nga amendamentet që ne kemi propozuar, janë diskutuar dje dhe në Komisionin e Veprimtarive Prodhuese dhe do të paraqiten nga ana jonë edhe në kuvend, janë 8 ose 9 amendamente, të cilat lidhen me ligjin në total, duke filluar që nga pjesa pagimit e pagesës, duke vazhduar me pjesën e këtyre 90.000 objekteve që janë nga 2009 deri në 2013, duke vazhduar është një element shumë i rëndësishëm që ndoshta është anashkaluar, po për gjitha zonat të cilat janë në studim, presupozohet që nuk lejohet legalizimi ndërtesave të cilat janë mbi 5 kate. Ndërkohë që çfarë presupozon kjo? Që atyre pronarëve, bizneseve të mëdha që i kanë mbi 5 kate, do ja legalizojmë, ndërkohë që këtyre banorëve të vegjël që kanë shtëpi 1 katëshe, 2 katëshe, nuk do t'ja legalizojmë. Pra, janë disa kategori të cilat penalizohen dhe ne gjykojmë që ky ligj nuk shërben as në drejtim absolut të premtimit për legalizim e falas, por nuk shërben as për ta përfunduar këtë proces me sukses. Si është hartuar ky projekt ligj? Ka patur momente të përfshirjes edhe të ndonjë profesuesit të opozitës, po themi, apo të ekspertëve? Në dinia që keni ju? Në fakt, në dijenin time janë diskutuar në komisionet parlamentare, nuk e di që t'jetë diskutuar me grupet e interesit, sepse do ishte normale që përderisa preket fondi i kompensimit pronarëve diskutohej me këtë grup, fondi financiar, dhe së dyti nuk është diskutuar me asnjë grup nga personat të preken nga legalizimet. Ne kemi rreth 2 javë që diskutojmë në komisionet parlamentare, po fatkeqësisht asnjë nga sugjerimet tona nuk është marrë parasysh. Unë dua të përmend një ndryshim të rëndësishëm në këtë ligj, që lidhet me elementin e zotërimit të objektit në përfundim të procesit të legalizimit. Nëse deri dje përfundimi i procesit legalizimit nuk kuptonte që objekti kalonte në pronësitë e individit, tani është vendosur bara hipotekore deri në momentin kur përfundon e gjithë pagesa, që do të thotë që nëse do të merret një kredi për ta paguar këtë shtëpi, ti nuk e merr dot këtë kredin, sepse hipoteka shteti ka vendosur barë këtij objekti. Dhe kjo është një pengesë tjetër shtesë dhe një burokraci tjetër shtesë. Është një formë garancie për procesin? Është një formë garancie, por që kufizon, ndërkohë që me këtë ligj presupozohet që një sër elementësh të cilët i ka ligji në dispozitat e tij, tani kalojnë me vendim të Këshillit Ministrave. Pra që lihen në diskrecion e kryeministrit shumë element, që nga përdorimi i bonove deri tek bara hipotekore për objektet. Një nga arsyet sepse është rritur çmimi për legalizimin e objekteve lidhet me faktin se nëse më përpara mund të paguaje deri në 70% me bono, tani paguan vetëm 30 deri në 50%, edhe kjo përcaktohet me vendim Këshilli i Ministrave, që me bono që automatikisht i arrit vlerën e objektit nga 30 deri në 70%, sepse nëse kishte mundësinë që të paguante më pak para kesh në moment,
atëherë do të ketë, në këtë rast do të paguaj më shumë kesh në momentin e parë në procesin e legalizimit. Megjithatë, sipas pretendimeve që janë ngritur edhe nga ana e përfaqësuesve që e kanë mbrojtur projekt ligjin, është gjetur një infrastrukturë e cila lindte për dëshiruar në këtë proces. Ju e përmendët në fillim fakt që mbase ka hapësirë edhe për të thënë se jo çdo gjë ka shkuar në vendin e duhur, por nëse kthehemi pak në retrospektiv dhe nëse bëjmë një analizë, çfarë meritonte më shumë vëmendje në këtë proces? Unë e përmenda pak më përpara, më është dashur që ta njoh procesin e legalizimit në detyrën time si zëvendës kryetare e bashkie. Dhe megjithëse nuk e njoh mirë teknikisht, e di që është një proces shumë kompleks. Duke pasur parasysh që një pjesë e madhe e personave, të jemi realist, një pjesë e madhe e personave që kanë marrë faturën, nuk e kanë paguar këtë faturë, sepse mund të kenë edhe vështirësi financiare. Pra, nuk është e gjitha në dorë të shtetit për të bërë ky proces. Sigurisht që është edhe në dorë të individit. Dhe të mundësive që ata kanë. Dhe të mundësive financiare që individët kanë. Ky proces kërkon një kohë caktuar fizike, është kompleks, kërkon bashkëpunim me njësitë vendore, dhe sigurisht kërkon edhe pjesën financiare që individët duhet ta paguajnë. Sigurisht që mund të kishte ecur më shpejto, mund të kishin komunikuar më mirë strukturat, si në nivel lokal ashtu edhe në nivel qendror, por nuk duhet ta mohojmë që është bërë një punë e jashtëzakonshme dhe mos të harrojmë që oferta e mëparshme e Partisë Socialiste ka qenë që ne jemi kundër legalizimeve. Të paktën duhet ndjehemi krenar, për aq pak sa ndjehemi krenar që po vazhdojnë me ligjin që ka filluar Partia Demokratike. Ndërkohë që nga ana tjetër propozimi, mua më kujtohet shumë mirë në 2007-2008, ka qenë urbanizim më pas legalizim. Ndërkohë që tani po kalojmë tek varianti legalizim dhe sigurisht urbanizim sipas kushteve që janë. Shqipëria ka pasur një zhvillim të caktuar social, demografik, ekonomik dhe ne duhet ta marrim të mirëqen ato ashtu siç është, dhe jo të fillojmë dhe të prishim çdo gjë dhe të nisim çdo gjë nga zero. E thash që procesi mund të kishte ecur më mirë dhe më shpejt, sigurisht nëse do kishte pasur më shumë staf, do kishin pasur më shumë bashkëpunim, nëse ndoshta edhe tarifat do të kishin qenë akoma dhe më të lira, kështu që qytetarët prandaj votuan për ta pasur falas legalizimin. Është një çështje teknike më shumë apo një çështje e cila shpeshherë mbase ngatrohet edhe për shkak të vendimarrjeve politike? Sepse kjo më kujtoi këtë pjesën e urbanizim, legalizim dhe pastaj legalizim. Nuk është absolutisht çështje vullneti politik, sepse vullneti politik ka qenë atje. Por procesi ka qenë i tillë që dhe ligji kompleks ka qenë i tillë që kishte nevojë në momentet e para, ndoshta u mor më shumë kohë për të bërë matjet e para në terren, për të përgatitur informacionet e para, sepse nisëm nga zero, përgatiten harta digjitale, bashkëpunohet me zyrën e regjistrimit të pronave me hipotekën për të marrë pronësinë e çdo ngastre toke, bashkëpunohet me pushtetin lokal për të parë nëse çdo tokë është pronë publike, private, nëse është publike, është në përdorim apo jo. Pra në vetvete dhe vetë komunikimi zyrtar ka pasur procesin e tij, përveç pjesës teknike të matjeve në terren dhe realizimit të gjithë punës në terren. Por që t'jemi pak më të prekshëm me pjesën e bisedës që jemi duke zhvilluar, ne më herët në edicion sollëm edhe shqetësimin e disa banorëve, të cilët qytetarëve, të cilët janë në këtë proces, sigurisht ata që ishin edhe në aktivitetin organizuar nga ana e kryetarit Partisë Demokratike, zotit Basha, kishin shqetësim për rritjen e pagesës, shtimin e pagesës që ata detyrohen, por ju ishte gjithashtu të takim në një përmbledhje të shqetësimeve të tyre, cili është më dominanti? Më dominanti është premtimi për legalizimin falas, që me këtë projekt ligj nuk realizohet. Atje në takim erdhën dhe disa raste konkrete të personave të cilët kishin bërë llogarit që zotëria ishte nga Paskuqani në mos gaboj, që prona tani i vlerësohej gjatë procesit legalizimit me propozimin të ligjit 2 herë më shumë. Ndërkohë që në zonat të tjera në Tiranë ne kemi marrë shembuj 5 milionë 400.000 lekë, ndërkohë që ne nga zonat të tjera në Tiranë kemi marrë shembuj nga njësia 2, 4, 8, 9 dhe 11 që kalon deri në 12 herë më shumë. Arsyeja kryesore lidhet me faktin që një pjesë e madhe e pronave do të vlerësohen sipas çmimit të tregut në rastet kur kalon më shumë se 300 metra, ndërkohë që ka qenë më shumë se 500 metra limiti, dhe së dyti përdorimi i bonove i letrave me vlerë në këtë proces, i cili e rrit shumë
parat që duhet paguhen në momentin e parë në procesin e legalizimit. Keshin që duhet paguhet në momentin e parë në procesin e legalizimit. Ne kemi bërë analizat të ndryshme në varësi të zonës, sepse sigurisht brenda Vijës Verdh ka situatë tjetër jashtë Vijës Verdh, po situata është përgjithsisht e njëjtë gjithandej. Vetmja gjë që në këtë ligj merret përsipër është eliminimi i tarifës për 20.000 lekë të reja, e cila edhe kjo hiqet nga fondi kompensimit të pronarëve dhe jo nga buxheti i shtetit. Ju çfarë propozoni në këtë proces si Parti Demokratike? Ne si Parti Demokratike kemi propozuar që në dhjetor kur miratua buxheti, ne ngritëm alarmin dhe thamë të ardhurat nga aluizmi në buxhetin e shtetit figurojnë që janë 1.3 miliard lekë, që do të thotë që legalizimi nuk është falas, sepse këto do të vjelin të ardhura. Ne u tha që jo do të jetë falas. Sidoqoftë ne përgatitëm një amendament që në dhjetor për pikërisht për këtë element, sepse atëherë nuk kishim njohuri për elementin e pagesës dhe për elementin e të gjithë procesit që t'ishte falas. Ndërkohë që tani, që e kemi parë projekt ligjin, jemi duke përgatitur, janë prezentuar amendamentet që prezentoi dhe zoti Halimi sot në takim, në lidhje me rritjen e vlerës për letrat me vlerë, përfundimin e procesit të legalizimit edhe në zonat ku ka studim, që të mos pengohet procesi në zonat ku ka studim, edhe në rastin kur ka shtesa katësh, edhe për mbas vitit 2009, të gjitha këto objektet, 90.000 objektet që ne përmendëm të legalizuara, të ndërtuara mbas vitit 2009, që nuk kanë mundësi legalizimi, pra janë rreth 8 ose 9 amendamente të cilët lidhen me elemente të ndryshme të ligjit, që ne mendojmë janë ose kthim pas nga ligji aktual, ose në rastin e legalizimit falas, një premtim i pambajtur. Po në këndvështrimin tuaj dhe sipas llogaritjeve, këto propozime synojnë që ta ulin masën e detyrimit qytetarët do duhet paguajnë? Njëri nga propozimet është për legalizimin falas, që shteti mban të gjithë koston, jo vetëm të procedurave të legalizimit, po edhe koston e të gjithë vlerës së objektit për legalizim, sepse ky ishte në vetvete premtimi, që çdo legalizim do të bëhet falas. Sa e ndjeshme është kjo çështje, zonja Tabaku? Jeni në kontakt shpesh në fakt me njerëz të grupi interesi. Kjo është dhe mendoni se mund të jetë shfrytzuar edhe për qëllime elektorale premtimi që është bërë? Një pjesë e madhe e elementëve të fushatës elektorale, të cilat janë duke u zbërthyer tani hap pas hapi, sigurisht që dolën premtime bosha, ashtu si dhe shëndetësia falas, por në rastin konkret për legalizimet, besoj që ka qenë një premtim shumë i prekshëm për shumë njerëz që nuk e kishin përfunduar procesin. Pra sa i ndjeshëm është si dhe mund të kishte qenë si një element shprese që më në fund do të përfundoj legalizimi dhe do të përfundoj falas. E ndjej që për një pjesë madhe të banorëve, për këto zona që unë përmenda mbas pjesës Unazës, po njëkohësisht dhe për zonat e Paskuqanit të Kasharit që ishin sot prezent në takim, ky është një problem shumë i rëndësishëm. Është një problem i cili në pjesën më të madhe të rasteve mund të çojë në falimentim si biznese, po nga ana tjetër mund të preki dhe jetën e shumë familjeve. Po numri i atyre që janë të prekur si pasojë ndërtesave pas vitit 2009, ka një përllogaritje sa është? Është 90.000 banesa. Është një raport i Bankës Botërore i bërë vitin e kaluar që përllogaritë me përafërsi rreth 80.000 banesa, ndërkohë që në momentin që u ndryshua ligji, u llogarit që sipas vetë deklarimeve nga viti 2009 deri në 20 korrik të vitit 2013 kanë qenë rreth 90.000 objekte, të cilat nuk ishin deklaruar dhe bën procesin e vetë deklarimit gjatë vitit kaluar. Edhe një pyetje të fundit që ka të bëjë me fatin e projekt ligjit në parlament, si e shikoni ju atë, e cila do të jetë përballja e radhës, nëse mund të themi kështu me mazhorancën për këtë çështje? Unë shpresoj që majoranca e ka tërhequr ligjin nga dita e nesërme në kuvend për të reflektuar dhe për të marrë akoma më shumë informacion nga grupet e interesit dhe për të ndryshuar. Sigurisht që amendamentet tona të paraqitura në Komisionin e Veprimtarive Prodhuese nuk u morën parasysh, por ndoshta kemi kohë akoma në seancën plenare që të diskutojmë. Fatkeqësisht deri më tani asnjë amendament as për buxhetin, as për marrëveshjen e FMN-s nuk është marrë parasysh. E vetmja gjë që është pranuar ka qenë rezoluta për integrimin. Sidoqoftë kjo nuk do të na pengojë ne që të vazhdojmë të konsultohemi me grupet e interesit dhe ta çojmë mendimin e tyre në kuvend. As ne në studiot tona që të flasim për këtë çështje. Që të vazhdojmë të diskutojmë. Kështu që faleminderit në mbrëmjen e sotme që u fokusuam vetëm te kjo çështje. Ishim me deputeten e Partisë Demokratike, zonjën Yrita Tabaku, ndërsa shohim se cilat do të jenë temat që do të trajtohen në emisionin Alarm vetëm pas pak minutash, si gjithmonë për këtë na ndihmon Dajana duke na dhënë disa detaje. Përshëndetje Dajana. Përshëndetje Drini, përshëndetje dhe gjithë miqtë e Alarmit që do të jenë vetëm pas pak me ne. Një lëmsh në hallet e shqiptarëve.
prona, pronar, biznese, toka, kufi të papërcaktuara, pas pak këtu në alarm me mua Dejana Shabanin edhe me Armir Shkurtin. Përshëndes ty dhe Armirin, duket interesante mbrëmja e sotme në Alarm dhe në Ora News, kështu që për më shumë informacion mund vizitoni edhe faqen tonë zyrtare në internet në oranews.tv, aty ku gjeni intervistën që sapo zhvilluam, sigurisht lajmet e minutave të fundit dhe çdo zhvillim tjetër që ka të bëjë me çështje të rëndësishme të Shqipërisë, por sigurisht edhe lajmet të rajonit dhe nga bota. Natën e mirë së bashku.